Tani u pa që kemi kuvend, nuk kemi qeveri. Kjo është këtë kjo politike e Zotit Kurti edhe lëvizjet vendosur çollë deri këto. Tani praktikisht edhe për sa do të jetë ky kuvend është, por nuk kemi qeveri. Propozime kaotike, interesante, por krejt kaotike, për një kabinet i cili nuk e merr besimin, është vlerësim shumë i rëndë për propozuesin këtë rast. Dhe përfundimisht, ajo që kam thonë gjithmonë kryeministri del edhe kalon LDK-ja, kështu që Zira mund bëjmë bashkë tani partitë e opozitës. Është çështje e mirëbesimit presidentës Republikës. Këtë rol e jep kushtetuta, kush mundet me emërri një shumicë politike, mundet me u afru të presidentja. Unë nuk po shoh që ka shumicë politike. A qëndron prapa deklarimin se në rast se dikush i ka 60 vota, ti do të tjerë 61? Edhe sot e kam pas mundësinë me dëshmu, nuk ma dëshmun dhe nuk më kam bind. Jo në mundu, s'pako është dash më mundu me bind deputetin, por nuk kanë arrit me bind kërkend, jo vetëm mu, i cili në emër edhe për Republikën e bën vlerësimin final edhe votoj, pse jo, por u pa që kjo është larg 60-qit, fatkeqësisht. Mund të kemi një qeveri të përkohshme vetëm sa për të votuar buxhetin që mos të në një krizë buxhetore ose diçka të ngjashme. Qeveria kjo është në detyrë, por kjo ka problem ligjor sepse këta Nuk kemi qeveri të re, që të votohet vetëm për votuar buxhetin. Nuk është vetëm buxheti, janë edhe ratifikimi e marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë krejt lidhje financiare dhe interes financiar, të lidhe planin e rritjes për BE, po problemi është janë edhe sankcionet financiare, janë edhe suspendimet, pezullimi i marrëveshjes strategjike që janë probleme serioze, por ajo është format këtë tjetër. Për memri qeveri teknike, Kosova shumë e politizume me dalë me qeveri teknike, por qeveri e unitetit për shembull, ose qeveri kalimtare që ka propozuar Zoti Lumir Abdulxhiku ka pas këtë qëllim. Kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi propozuar me kohë. Faleminderit shumë.